Në masa të repta sigurie nis në gjykatën e krimeve të rënda në Bruksel çështja me 9 persona të akuzuar për një nga narkovrasjet e para që tronditën kryeqytetin belg. Figurat kryesore të dosjes janë Franz Çopja dhe Mikel Qosja, që dyshohet se janë antar të një klani mafioz në Shqipëri, i përmendur shpesh në çështje të importimit të kokainës në shkallë të gjerë në Europë. Sipas mediave belge, më 27 nëntor 2020, Ardit Spahiu, një shqiptar 38 vjeçar, ra në një prit në rrugën Kondor, në Molenbeek, Saint-Jean. Një person i armatosur dhe i maskuar, i pajisur me një armë automatike me silenciator, sipas një dëshmitari, hapi zjarr ndaj tij duke lënë të vdekur në vend. Sipas konstatimeve të para të mjekut ligjor, thuhet se Ardit Spahiu është ekzekutuar në trotuarin ku rrëzua. Ardit Spahiu dyshohet se ishte gjithashtu i përfshirë në trafik droge përmes një klani tjetër, klani Alibej, rivali Franz Çopjas. Kjo luftë dyshohet se zgjat prej vitesh dhe ka çuar në disa vrasje në Shqipëri, sipas familjarëve të viktimës, që janë marrë në pyetje nga hetuesit belg. Arsyet e konfliktit ndryshojnë nga një dëshmi në tjetrën: rivalitet për kontrollin e tregut, vjedhje një ngarkese prej 50 kg kokainë, borxhe financiare, apo edhe çështje thjesht egoje. Hetimet të ngecën për një kohë të gjatë derisa autoritetet belge arritën të deshifrojnë rrjetin Sky ECC, aplikacionin e mesazheve të përdorur nga bota kriminale ndërkombëtare. Ishte sikur po e uleshe në tryezën e mbledhjeve të kriminalëve, komenton atë kohë një zyrtar i lartë i Policisë Federale. Ky deshifrim çoi në shkatrimin e shumë organizatave kriminale në mbar botën, dhe në këto komunikime u gjetën edhe elementë që lidhen me organizimin e vrasjes së Ardit Spahiut, veçanërisht në shkëmbimin e mesazheve mes Franz Çopjes dhe protagonistëve të tjerë të çështjes, tre prej të cilëve janë ende në arati. Tani u takon antarëve të juristë të përzgjedhur këtë të hënë, të përcaktojnë arsyet e kësaj vrasjeje, dhe se do të shpallin ose jo të akuzuarit fajtor. Franz Çopja u arrestua në shtator të 2023 në Emiratet e Bashkuara Arabe, prej nga u ekstradua në dhjetor të po atij viti, një precedent i parë gjyqësor mes Belgjikës dhe këtij shteti të lindjes së mesme.